Merrni lëngun e qepës dhe shtoni këto dy përbërës. Harroni kollën dhe gëlbazën gjatë dimrit. Kolla është një reagim i trupit ndaj irritimeve të fytyrës dhe mund të shkaktohet nga alergjitë, astma, pneumonia, virozat dhe ftohja. E kollitura është një simptom shumë normale, por nëse zgjat për javë të tëra, duhet të kërkoni gjithashtu këshilla të mjekut, pasi gjendja juaj mund të jetë vërtet e rëndë dhe ka nevojë për trajtime të specializuara. Një nga recetat natyrale për të lehtësuar problemet e kollës në kushte shtëpie janë gjithashtu edhe përdorimi i lëngut të qepës, të cilën mund ta përgatisni në këtë mënyrë në kushte shtëpie. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përbërësit që duhen janë një qepë e madhe, mjaltë dhe filloni gjithashtu me përgatitjen e kësaj recete. Prisni një qepë të madhe në copa të vogla dhe vendosni në një kulluese të imët metalike si çaj mbi një enë. Shtypni copat e qepës mbi kulluese për të përfituar lëngun e mirë të saj. Në këtë mënyrë është të ngrini qepën në mikser dhe ta kulloni. Lëngun e përfituar e përzjeni gjithashtu me sasinë e barabartë të mjaltit. Lëngu për rreth 4 orë mund të qëndrojë në kavanoz në mënyrë që të përzihet më mirë, e tullni ose e trazoni atë vazhdimisht. Gjithashtu pini një lugë çaj nga kjo përzierje 2 herë në ditë nëse keni këto shqetësime. Vlerat e lëngut të qepës janë vërtet fantastike në rritjen dhe përfitimet e shëndetit tuaj. Ndaj edhe ekspertët e cilësojnë lëngun e qepës si një zgjidhje mjaft të mirë për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Lëngu i qepës përmban fibra, vitaminën B, vitaminën C, flavonoid, kalcium, magnez, kalium, selenium, gjithashtu përmban edhe nivele shumë të mira të fosforit. Përfitimet shëndetësore të lëngut të qepës në organizmin tuaj do të jenë vërtet të mëdha edhe për mbrojtjen e imunitetit. Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zjerë qepën në ujë. 4 kokra qepe mesatare mund t'i zjeni në 2 litra ujë. Mund të pini filxhanin tuaj në ditë me pak mjaltë të përzierë, kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të mira. Lëngu i qepës është efektiv edhe për pastrim. Përbërësit e qepës ndihmojnë në vitaminën C që të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme përmjet urinës. Gjithashtu lëngu i qepës do të jetë një mundësi e çmuar edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas studimeve, konsumi i lëngut të qepës mund të ndihmojë në parandalimin e mpiksjes së gjakut, gjithashtu një nga arsyet kryesore të shfaqjes së problemeve të zemrës. Ky lëng ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit, i cili është një armik i cili mund të ndikojë gjithashtu në komplikacionet e shëndetit të zemrës. Diabeti gjithashtu mund të përfitojë nga konsumi i qepës. Lëngu i qepës do të luajë një rol të mirë edhe në lehtësimin e problemeve të sheqerit. Gjithashtu, sipas të dhënave të cilave u referohemi sipas Healthyside, mineralet që përmban lëngu i qepës mund të ulin dhe të largojnë gradualisht luhatit e sheqerit nga gjaku. Së dyti, flavonoidet që gjenden me shumicë të lëngu i qepës do t'japin rezultate mjaft të mira edhe kundër diabetit të tipit 2. Lëngu i qepës është një produkt shumë i mirë lehtësues edhe në rritjen e vlerave të imunitetit tuaj. Pirja e rregullt e lëngut të qepës mund t'i bëjë mirë sistemit tuaj imunitar, citoi studimi. Ai është i pasur me vitamina C, të cilat luftojnë gjithashtu bakteriet dhe virozat. Nëse jeni vazhdimisht të sëmurë dhe pini lëngun e qepës, do të vëreni se shërimi do të jetë më i shpejtë dhe do të keni përfitime më të mira në mbrojtjen e imunitetit. Lëngu i qepës është një produkt fantastik edhe për ata persona të cilët duan një tretje më të shëndetshme. Falë fibrës që përmban, lëngu i qepës mund të jetë shumë i mirë edhe për tretjen. Fibra do të përmirësojë lëvizjen tuaj të zorëve dhe do të nxjisë nxjerrjen e bakterieve të dëmshme larg nga organizmi. Lëngu i qepës i kombinuar me mjaltin mund të jetë një recetë fantastike për ata persona të cilët kanë luhatje me shëndetin e kollës dhe të mushkërive. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e dashur dhe e padëgjuar, por pasi ta dëgjoni këtë video deri në fund do të filloni që ta përdorni më shpesh, sepse ka vlera të jashtëzakonshme që shpesh i keni neglizhuar. Mjekët këshillojnë vazhdimisht lëngun e qepës nëse vuani nga një sër probleme siç janë problemet e rrugëve, të cilat kaplojnë shëndetin e frymëmarrjes, ftohjen, kollën e të tjera.
Lëngu i qepës është shumë i mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut, gjithashtu edhe për dëndësinë tuaj kockore. Cilësia e gjumit dhe gjithashtu do të keni edhe një nxitje më të mirë në marrëdhëniet tuaj. Edhe pse aroma dhe shija e saj nuk mund të jenë në një nxitës shumë i mirë, lëngu i qepës mund të ofrojë shumë vlera nëse kombinohet gjithashtu me kanellën, mollën dhe mund të japë një rezultat mjaft të kënaqshëm. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta. Ajo përmban gjithashtu nivele të larta të fibrave. Gjithashtu ajo përmban vitaminën B6, fosfor, flavonoide, kalcium, magnez, kalium, selenium e të tjera. Dhe përdorimi i lëngut të qepës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj kardiovaskular. Konsumi i qepës në mënyrë të rregullt mund të nxjisë edhe flokun dhe lëkurën të jetë më e shëndetshme. Vitamina C që gjenden me shumicë tek lëngu i qepës mund të lehtësojnë gjithashtu edhe stimulimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E do të shmangë dëmtimet ndaj ekspozimit të radikaleve të lira, të cilat janë përgjegjëse për dëmtimet që i bëhen lëkurës dhe flokut tuaj. Por si të përgatisni lëngun e qepës në këto raste? Lëngu i qepës mund të përdoret si një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese duke u zgjerë qepa 2 kokra qep në 1 litër ujë, ose më shumë nëse e keni më të nevojshme. Pas zgjerjes, përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt do të japë rezultate fantastike për shëndetin e flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Lëngu i qepës është një zgjidhje produktive kundër problemeve të astmës. Lëngu i qepës shërben për të parandaluar kështu problemet që lidhen me shëndetin e astmës sepse është i pasur me flavonoide. Ai qetëson gjithashtu muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe do të lehtësojë frymëmarrjen e vështirë, sidomos në këto raste. Lëngu i qepës i përdorur në mënyrë të kujdesshme do të rrisë vlerat në imunitetin tuaj. Pirja e rregullt e lëngut të qepës i bën mirë sistemit imunitar. Ai gjithashtu është i pasur me vitamina C, të cila luftojnë bakteriet dhe virozat. Nëse jeni të smur, konsumoni lëngun e qepës, do të vëreni një shërim më të mirë dhe gjithashtu një imunitet më të fortë. Kjo fal elementeve ushqyes që qepa çliron në organizmin tuaj. Nëse keni probleme me tretjen, lëngu i qepës gjithashtu mund të jetë një produkt fantastik kundër këtyre komplikacioneve. Falë fibrave, lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë dhe gjithashtu më të shëndetshme. Fibra do të vendosin në lëvizje zore dhe do të lehtësojnë kështu nxjerrjen e bakterieve jashtë, të cilat e rëndojnë organizmin tuaj tretës. Nëse doni të përmirësoni peshën tuaj trupore, mos nguroni të shtoni lëngun e qepës vazhdimisht në dietën tuaj. Flavonoidet tek lëngu i qepës do të përmirësojnë metabolizmin dhe do të ndihmojnë në djegjen e yndyrnave të tepërta në organizëm. Në këtë mënyrë, konsumi i vazhdueshëm i lëngut të qepës do të ofrojë edhe një pengim më të mirë të shtimit të peshës në mënyrë të pakontrollueshme. Lëngu i qepës është një mundësi shumë e mirë për rritjen e niveleve të kolagjenit mjaft i rëndësishëm, kështu kundër problemit të flokut dhe të lëkurës. Vitamina C që gjendet me shumicë te lëngu i qepës do të stimulojë kolagjenin. Gjithashtu, vitamina E do të shmangë dëmtimin ndaj ekspozimit të radikaleve të lira, të cilat dëmtojnë lëkurën dhe flokun tuaj. Përdorimi i lëngut të qepës në këto trajtime mund të jetë një zgjidhje lehtësuese dhe qetësuese për shëndetin. Vlera dhe përfitimet e lëngut të qepës janë të larmishme, por nëse vendosni ta përdorni atë në dietën tuaj, duhet të dini disa ndryshime. Nëse merrni medikamente për diabetin ose keni komplikacione të rënda nga përdorimi i qepës, nuk këshillohet të përdoret pasi mund të nxjisë gjithashtu edhe dëmtimin e shëndetit tuaj në mënyrë të pakontrollueshme. Përdorimi i lëngut të qepës si një zgjidhje efektive afatgjatë mund të japë edhe një lehtësim kundër alergjive. Pirja e lëngut të qepës mund të ndihmojë edhe në paksimin e episodeve alergjike të cilat lidhen edhe me stinën, pasi qepa do të forcojë sistemin tuaj imunitar. Sipas të dhënave të Brightside, qepa dhe lëngu i saj janë të pasur me vitaminën A, vitaminën B, gjithashtu edhe me vitaminën C, të cilat janë vitamina shumë të rëndësishme për rigjenerimin e organizmit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tillë, citon studimi. Përfshiheni qepën në mënyrë të kontrolluar në dietën tuaj për të marrë këto përfitime dhe vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.